Shllaku, një ndër zonat me potencial të veçantë dhe resurse të pasura turistike, ka çelur zyrtarisht sezonin turistik për vitin 2026, duke synuar të tërheqë gjithnjë më shumë vizitor vendas dhe të huaj. Iniciativa ishte e banorit të zonës, Mark Gjeta, e cila u mbështet edhe nga Bashkia Vaudejës. Zëvendës kryetaria e bashkisë, Aleksandra Gjoni, vuri theksin tek banorët e zonës, të cilët nuk kanë zgjedhur të migrojnë, por të qëndrojnë e të investojnë në Shllak. Është një kënaqësi e veçantë që jemi gjithë këtu së bashku për të bërë një hapje sezonit turistik për herë të parë në Shllak. Dhe për këtë gjë përgëzoj organizatorin e kësaj ideje. Gjithashtu ne si bashki turizmin e kemi plan kryesor apo prioritet në bashkinë tonë, pasi për shumë arsye, por do të cilësoja dy. Pikë parë sepse ne kemi një natyrë të jashtëzakonshme e cila është shumë e bukur dhe i ka gjitha bukuritë e saj natyrore të gërshëtuara shumë mirë njëra me tjetrën. Po arsyeja tjetër është sepse ju ka juve, që jeni njerëz shumë punëtor, që jeni vazhdimisht të angazhuar për me promovu këtë vend dhe gjitha këto bukuri dhe jeni të gatshëm të punoni me punë të jashtëzakonshme pavarësisht vështirësive që keni. Dhe do shfrytëzoj edhe rastin t'ju falenderoja që nuk shkoni mu largu, por vazhdoni investoni edhe kontriboni në vendin tuaj. Sepse fal jush, ky nuk është vetëm një vend i bukur, por është edhe një vend i gjallë edhe cili po zhvillohet gjithmonë më shumë. Ne si bashki jena gjithmonë të angazhuar për me e promovu, por edhe me siguru një turizëm sa më të pastër, qetë edhe që të ketë që më ofru për vizitor që vinë këto, fal personave si puna juaj që kontribojnë nëpërmjet bizneseve tyne, por edhe nëpërmjet stafit tonë bashkisë. Dua t'ju uroj një sukses sa më të mbar dhe të begat turistik. Në kuadër të kësaj hapje u organizua një aktivitet promovues në natyrën piktoreske të zonës, ku të pranishmit patën mundësi të shijojnë bukuritë natyrore, ajrin e pastër dhe oferta turistike që Shllaku ofron, si kamping, lundrim dhe aktivitete rekreative. Ky event shënon një hap të rëndësishëm në promovimin e Shllakut si një destinacion turistik gjithvjetor, duke vënë pa potencialin e tij për zhvillim të qëndrueshëm dhe turizmin natyror. Organizatorët theksuan rëndësinë e aktiviteteve të tilla në rritjen e vizibilitetit të zonës dhe nxitjen e vizitorëve gjatë të gjithë sezonit.